Atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovohet struktura tarifore për OSTO-tën. Për nivelin 35 kV është propozuar tarifa prej 1.74 euro për kilowatt orë. Kjo do të thotë se është struktura tarifore në saktues faturimit. Zyra e Rregullatorit të Energjisë Elektrike të Kosovës sot pritet që të mbajë mbledhjen e radhës. Me këtë mbledhje bodi zëres pritet që të aprovojë tarifat e reja për shtrajtimin e energjisë elektrike. Po kujtohen që javën e kaluar, pasi që u bë shtrajtimi i rrymës për 16%, qytetarët e Kosovës kanë protestuar në sheqet e Prishtinës. Madje një protestë e njëjtë është paralajmëruar edhe për të shtunën me 19 prill duke filluar nga ora 12. Po fillon me pikën e parë, shkërtimi i propozimit për aprovimin e tarifa për shfrytëzim të rrjetit të transmetimit dhe tregut. Këto tarifa janë të domosdoshme për me siguru mirëmbajtjen, operimin, investimet e nevojshme në rrjetin e transmetimit për me garantu furnizim dhe cilësi furnizimit për të gjitha konsumatorët. I lutem bordit me shqyrtu miratimin e strukturës tarifa propozuara për shfrytëzim të rrjetit të transmetimit, tarifat e operatorit sistemit, tarifat e operatorit tregut, tarifat për fundin e vërejeve. Faleminderit zoti Gashi, atëherë po hapi për diskutim për bordin lidhur me tarifat e OSTO-tës, duke përfshirë edhe tarifat për vërejë të fondit siç është prezantuar nga Departamenti i Tarifa. Atëherë nëse s'ka kush është për, atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovohet struktura tarifore për OSTO-tën për vitin relevant tarifor 2025-2026. Kalojmë me pikën e radhës. KECI si operator i licencuar për shpërndarjen e energjisë elektrike ka parashtruar propozimin për tarifat përkatëse për periudhën tarifore për vitin 2025. Për nivelin 35 kV është propozuar tarifa prej 1.74 euro për kilowatt orë, për nivelin 10 kV është propozuar tarifa 2.33 euro për kilowatt orë dhe për nivelin 0.4 kV është propozuar tarifa prej 3.46 euro për kilowatt orë. Atëherë nëse s'ka kush është për, atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovohen tarifat e sistemit të shpërndarjes. Faleminderit kryesues. Pika e tretë është shqyrtimi i propozimit për aprovimin e tarifave për furnizuesin me shërbim universal apo tarifat me pakicë për konsumatorët e rregulluar tarifor. Tarifat me bloqe për konsumatorët shtëpiak dhe tarifat ditë-natë për të gjithë konsumatorët përdoren për me të nxitur konsumin eficient të energjisë elektrike dhe reflektuar kostot që shkaktohen. Këto tarifa janë të ndara sipas nivelit tensionit, pra niveli tensionit 35, 10 dhe 0.4 kV, që ndihmon përcaktimin e kostove të energjisë për konsumatorët e ndryshëm. Strukturën e tarifave keni në dosje, edhe cila i ka të gjitha detajet me përcaktues të faturimit, dhonat energjetike, financiare dhe tarifat me komponentet e saj. Kjo do të thotë është struktura tarifore me përcaktues të faturimit, e cila është në dosje të bordit. Faleminderit zoti Gashi, atëherë po hapi për diskutim për bordin, nëse ka ndonjë pyetje. Atëherë nëse s'ka kush është për, atëherë konstatoj që me 5 vota për, aprovohen tarifat me pakicë për konsumatorët me shërbim universal, siç janë përcaktuar kriteret në legjislacionin primar.